U mas ke tjetër më i qupë. Shikon televizor. Shikoj më i gjane, shikoj. Shikoj se ato që ta kthesh shalë për jashtë ta shikon. Vjen për të qeshur, jo. Mirë thosh plaku imi Valfri. Rahmet past. U vija nusja në kal. Po dëgjon nanën ti këtu. Lezeti edhe nuri i femrës është që të fsheh shumë edhe të tregoj pak. Dëgjon nanën. Se në botë ka lloj femra ashtu ke që nana. Ka femra me trupe dhe mendje të prishur. Që gënjehen nga burrat, ja. Për një grusht para gënjehen. Ka femra me trup të paqen, por çeda janë fyçka. Fyçka të këqë nëna. Që gënjehen jo nga parat, po nga fjalët e bukura. Ka pasaj dhe femra. Vashëza, me trup edhe me shpirt të paqen. E nuk ben kollajnë batak. E zotërojnë vete. Edhe kur femra zotëron vete, rëmbejnë edhe zemrën e burrit. Kështu të ke qenë nëna, më dëgjove? Fillove ti nga këto më nën? Ja. Po më lëre hat. Me? Që do duhesh mos më dëgjoj ke qenë. Më dëgjon nënën këtu, shëtot nëna, këtu dëgjon nënën. Po bëll me gjithë këto këshilla më nën, më të çmende. Pse nuk thua ti si do ja bëjmë ne tani që babi është pa punë? Pse më të ke qenë? Me rrogën e mamit? As librat e mi nuk blem dot. Të ke qenë nëna, aty ke hallin ti, po kemi hequr dhe më keq. Dhe jemi rregulluar. Ja ku nuk kemi vdekur, ç'na ka gjetur? Hajde tani. Hajde ke qenë nëna se të vajti më hajde shpirt, hajde. Hajde pele nëna sa. Hajde. Natën. Natën shpirti nëna se pa shëndra të bukur. Hajde. Fluturidhe, ma i fluturidhe. Që më mbete aguridhe. Që bëne dë në kokën me bënet një shtëpijere me tavan pa dyshe me bënet në kokën time Puna. Kush është? Puna, jam unë. Unë. Hajde. Po ti. Po ti. Prit pak. Opa, ti shne nga e gjetë shtëpinë? Motra ime vogël Dora ma tregon. Ua? Qa, ke ikur nga ndej? Dola thjesht se nuk po rria dot më aty, po çmendesh apo? Më duke vetja si në burg. Amano Alm tani ç'është kjo, po çmendesh e thot. Atje të paktën je e sigurt, e kupton këtë? Ç'e sigurt. Ishan nga shpjesët. Edhe? Ishte marmalli shumë për. Ajo më tregoi që të kishte takuar dhe që të kishte dhënë fotografinë për portrete. Po nuk e kam mbaruar akoma. Kuptohet më, nuk ka drita, u qorrova vdiqja. Pse më pëlqen? Mirë është në fakt.
Po ka akoma. Po na. Nuk di si do t'ja bëj me babin. Alma, mblidhe mendjen tani. Qa ka ndodhur Riku mbaroi, edhe me të shtëpisë gjërat të rregullohen, vetëm kështu siç del nuk e ke mirë, e kupton? Pastaj ata, Çfarë ata? më po janë në qarkullim, mund të gjejnë edhe ty edhe mua. Nga e di ti këtë? Po se nuk është kaq e vështirë për ta kuptuar. Pastaj edhe Çfarë pastaj po na të lutem thuaj? Çfarë ka ndodhur? po më kanë kërcënuar, Alma, më kanë çuar mesazh në celular. Në kërcënuar që? Po, Alma. Pse s'qen ka thënë që të kemi 2 ditë bardha bashkë? Nejse tani. Ti mos fol me njëri, të lutem. Fare, hiç fare për këtë gjë. Okej, rriqet. Më duhet t'i kipona sepse po agon edhe kam hallë se si o të roj nga qume. Por ati ke dhe rojo tani. Duhet bëj qume në natës. Por pra si çdo gjë e ndaluar. Nëse e ke parasysh atë filmin Ikur me erën. Në fund fare thot, nesër do të jetë një ditë e re. Kështu që edhe për ty nesër do të jetë një ditë e re. Filmat. Jeta është gjë tjetër. Një kaluam. Po, kaluam keq. Ashtu, më lidhëm edhe në shtëpi. Nuk ka si shtëpia jote. Po sikur ta dërgojmë vajzën të vazhdoj shkollën tek prindrit e mi. Mos ta dëgjoj më këtë fjalë tani. Do bëjmë si do bëjmë. Të paktën të kishim pensionin e nënës. Harrove ti moj që ajo ndonjë një shtëpi pikërisht për ne. Ne ishim në punë, me turne, me shërbime. Moj kush do ta mbante fluturën e vogël? Më thuaj një herë. Me fluturën do të bënim siç bëjnë gjithë të tjerë, do ta çonim në çerdhe. Tani ç'do të bëjmë që vuajmë si të ushqejmë nënën. Tani është kollaj të flasësh kështu. Tani hajde shkojmë të flejmë. Një problemi. Mirë dita. Si e? Mirë? Pëllat? Mirë? Po që janë këto kafe? Po do festojmë. Jo, do festojmë se zë... Quni mi si 3 goda. Dopjo? Elmaz më ke bërë 2 ndere shumë të mëdha. Jo, me zënja Zyraka. Që Zyraka jote nuk ka për t'i haruar kur. Mbrëm me kushuririn, edhe herën tjetër për diplomën e djalit shoqes. Si se ndonjë gjë e madhe? Këto 2 ndere Zyraka nuk ka për t'i haruar kur.
brapa. Jo vërtet, jo. Gëzuar. Gëzuar. Dollin e parë për ty. Faleminderit. Hajde, gëzuar. Gëzuar, i valem. Po pini që kështu? Jo. Hajde, po do festoj. Pushuriri kaloj mirë, djali shoqes fillon punë në ambasadë. Po shumë mirë. Kështu që do festojmë. Të dytin për latë e kam për ty. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar më ty. Do më falësh për mbrëmë, se ndoshta të rëndova pak, po rregullohemi bashkë. Gëzuar. Po pi pak pi. Zot Yilmaz, po pini pak tani të lutem. Jo, po pi. Hajde, gëzuar. A gëzuar? Se punë të tjera do kemi, projekte të tjera do kemi, kështu që do rregullohemi. Apo jo? Si mendon? Ja, apo që brapa. Ja, shumë bukur. Si më shkojnë ditët kështu, duke nxituar gjithmonë për të arritur diku. Po ku? Vetjeta e njeriut që ka një vrapim pafund, herë shtruar e herë me pengesa të mëdha. Stip se për mua ishte e tillë, plot trazime dhe vuajtje. Edhe tani më duhet të kërkoj, të gjej shpirtin tim. Po dritani, si që janë ngatruar punët s'di ta shkoj filli me ta. E dua akoma, është baba i fëmijës tim. E humba mendjen tuaj të nxitoj, po mpresin. Ndoshta ata të bashkisë kanë ndonjë lajm të ri. Mësimi i ditës së dashur nxënëse do marrin për sot është paragjykimet. Pas ka ndonën lulkat, Si kështu, më lërë të qetë. Edhe ty të ka zënë reforma? Kështu të pafsha, Ja, kështu, me shiu dhe zheku. Po më lërë më të qetë të tash! Do të më zhonjë, do të punoj! Ma, erdha unë. Ma.
Mami, çfarë ke? Nëna. Çfarë ka nëna? Ka ikur nga shtëpia. E kërkova gjithandej. Më në fund nga rajoni policisë më thanë se ka shkuar në azil. Shkova, por nuk dëgjon të kthehet. Të lutem ktheu. Të lutem. Të premtoj që do mësoj më shumë. Të premtoj që do gatuaj, ta shtrydh leckën 3 herë. Nën, të lutem, edhe përpara se do ta vesh çdo ditë. Lutem, nën, vetëm ktheu. Unë e di që ti kur më flet për të mirën time, edhe pse ndonjëherë ta kthej fjalën. Do bëj ç'të më thuash ti. Të lutem, nën, ktheu, të lutem. Si do flej unë pa ty vetëm, dho. Pa për këdheljet e tua, pa fjallet e tua të ëmbla. Të lutem, nën, ti më ke rritur mua. Ti më ke thënë se të ngjaj shumë, apo jo? Ke thënë se unë jam gëzimi jo, lumturia jote. Të lutem, nën, ktheu, unë të dua shumë. Hajde ikim, hajde. Hajde, të lutem, hajde ktheu, nën, të lutem, hajde me mua. Hajde, të lutem, ktheu, të lutem. Hajde ikim, hajde. Hajde. Atëherë, ky emision do transmetohet sot në orën 7 dhe do ritransmetohet të shtunën. Dakord? Dakord. Atëherë sot në 7 dhe të shtunën. Fal, munda? Po? Uluni. Vetëm pak shpejt se nuk kam kohë. E nje këta? Edhe ta njoh, çfarë pastaj? Shiko, unë e kam stëruar në Itali, kur shpëtoj herën e parë. Herën e dytë, vështirë të shpëtonim të dyja. Unë e njoh historinë tuaj shumë mirë. Po përse po mi thua mua këto?
Nuk më intereson më. Ora, Alma është këtu dhe unë e di që ti e takuar me ta. Më tregoj që ishe shumë e lënduar nga forma se si ishit ndarë bashkë. Megjithatë, unë dua të them se tipi që e mbante në Itali është tmerrësisht i rrezikshëm. Policia ka kapur 2 herë dhe prap ka mundur që të lirohet, ti e kupton këtë? Kjo është arsyeja që Alma ka ndruar emrin dhe që nuk komunikon me njeri. Ka arritur deri në atë pikë sa që të më thotë jam gati të vras vetëm po e mori vesh familja ime, shiçën në ç'paranojesh Alma. Këtë fotografi unë e mora nga e motra. Edhe nuk pata dot guximin të thoja një çerek fjale. Të lutem bëj diçka, o ti o unë. Kjo është arsyeja që unë jam këtu. Të lutem. Shpresa, si e munduar? Ajo i gjendje civile. Pasi nuk gjeti gjë në Tiranë, ka gërmuar në përrethe. Po ka gjetur 3 të uta që kanë birsuar fëmijë atë vit. Vërtet? Po, është një në Elbasan, është një në Shkodër dhe një në Vlorë. Alordhra? Po? Një minutë, lutem. Goni? Agron? Goni? Të kërkoj në telefon nga Ministria e Rendit. Ministri e Rendit? Po. Do këtë për nëjë denoncima i pa fytyri. Perlati. Urdhroni. Po, unë, agroni. Si thatë? Po, ju të gjoj mirë. Dakord. Faleminderit. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Si është puna? Më kthye në polici. Vërtet? Më kthyen prapë. O, zot.
Ej, Vera, nga po fluturon kështu? Nuk më besohet që do ta shoh. Jam bërë supersticioze. Përse? Nuk e di. Parandjesi do të kem probleme me ato që e ka rritur. Mos i fut mendime të këqija vetes, këto gjëra në mos me merr kuptim, i zgjidh gjyqi. Po sikur të mos më afrohet djali. Leri pra budallë që tani, gjithçka do të shkojë mirë. Oh, ja arritëm. Nuk e dia do ta mbaj dot veten kur ta shoh. Mirdita, falë vetë. Pja e tomë, unë në tomë për? Po tu? Faleminderit. Faleminderit. O i zoti i shtëpis! A ka njëri këtu? O i zonjë e shtëpis! Dikush po vjen më duket. I tash po vi. Që nga një plak. Ja, po vi. Mirdita, Bac. Urnoni. Bac, kemi ardhur të takojmë të utën. Prej ka vini ju? Prej Tirana. A e keni pas djoft? Po, i thoni na ka dërguar Rukia. Shpejt që në keni kujtu. Teuta ka vite që ka vdek për i smunjës keqe. Fill mas gënës teme. Po fëmia? E qka po të duhet ty? Bac, na falë, mbase të lënduam. Pas ke mbet vetëm edhe duhet ta kesh pas vështirë të arritësh atë fëmijë. Mbase tani mund të jetë më mirë edhe për ty. Dua të them Teuta duhet ju ke treguar gjithçka. Kjo zonja këtu është nëna e vërtetë e atij fëmije. A ti qenë ka? Ku ke hup të në këto vite? Shfarë nane t'jeti, mos qëfsh. Ke ftyre vjen edhe në shpinë teme. Nëse ta masha vëtë rakun unë, shfarë t'i jepsha me ngëron? Kjo zemër e dim, qyshe kam quf shehtas në një makinë të huj që silde barna e roba. Pastaj e morën e qunë në Itali. Nuk e pash ma djali.
We don't need no education. We don't need no false control. There's sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Më mirë të vdes. Më mirë të vdes se sa të më marrin si një prostitutë. Jo. Nuk jam një e tillë. Byti malli për nënën, për babaj. Po nuk unë gope, moj vajzë? Të rditën një njëjti avaz, ë? Pse? Qa të keqe ka? A që të keqe ka? Uldra, që të keqe ka? Po ty nuk të vjen keq, as për mua edhe as për baban tënd. Pse më flet kështu, oma? Qa ju kam bërë? Që na ke bërë? Na ke turpëruar, ja që na ke bërë? Isha në shkollë në mbledhjen me prindër, edhe notat e tua nxinin, dëgjove? Ama në masi kurse diti si janë mësusit. Edhe ato duan... Tani notat blien, po ku di gjatë je shkreta? Mos fol kështu, moj vajzë! Mos fol kështu, dëgjove! Në vend që të thuash më falë, rridhe më flet gjepura këtu! Ti do shet! Flutura, ktheu këtu! Po agroni jam. Nuk bëre mirë që i fole vajzës ashtu. Nuk është më e vogël. Duhet i matësh fjalët. Se fjala e rënd helmon këtu në zemër. Moj nën, të lutem. Në vend që të më bësh mua moral, duhet i flasësh asaj për këdhelurës tënde. I pe notat e saj, ha? Pastaj kush par ti flas një fëmijë nën nëse vetë në atë lloj gjue? Avash një herë. Se ishe ti e para qefjove. Pastaj të përgjigja ajo. Unë nuk po them se bëri mirë, po leti. Matin çik fjalën. Se i lini gjërat, të mani rokopin, edhe pastaj një herë në muaj bëni edukatorin ju. Veç fundini. Kujtojni një herë në hën, dhe pastaj u bërtisni. Moj nuse, janë dru i njom edhe duen drejtuar. Po jo vetëm kur trashet e sapi, se pastaj, nuk bën më. Pastaj e ka marrë ferauratën. Po Dora, shpirti i motrës. Do shkoj të takoj prapë. Urdhro. Mira, çfarë ka ndodhur kështu? Ja, more birë, nuk ka ndodhur gjë. Po hajde, ulu tash. Ulu se e dërmuar, të keqe nëna. Nën, të lutem shumë. Agroni nuk të pyeti ty, më pyeti mua. Ndoshta për ty nuk ka ndodhur gjë, po për mua po. Shikoje se si është ka ta ndisur jo të bime mësime. Është mbytur në 5 dhe 6. Isha në shkollën e saj, edhe para 3 ditësh 2 orët e fundit nuk ka qenë fare në mësim. Vi këtu i kërkoj llogari dhe më kthehet me një gjuhë.
Si pastaj unë nëna e saj, tani që unë kam vetëm një ignorante. Jo, mordir, nuk është ta ashtu. Të dyja të pruan pak. Se i nati turbullojnë gjakun. Pa eku. Të shkuara të haruara. Po, hajde u luti të hash, se të kam aruria, hajde. Nuk do të hanën jo. Pa e sqaruar këtë problemin e mësimeve të fluturës, nuk do të ha. Shko ma thirr pak. Flutura. Pa ngrije njerë kokën. Ngrije kokën edhe më shikon sy. Vërtet e ke quajtur maman tënde ignorante? Ha? Ha pra, po pres një përgjigje, edhe e dua tani. Nuk është e vërtet. Si nuk është e vërtet? Do me thënë gënjen mamaja jote? Jo, nuk i thash ignorante. I kam thënë po sillesh si ignorante. E çfarë, kjo si pas teje nuk na qenë ka fyerje? Ajo në fyu e para. Moj vajz, çfarë po ndodh me ty kështu? Je ka ta ndisur si mos më keq për një muaj në mësime. Ha? Çfarë kujton ti? Na hedh hi syve ne. Si t'ja vëm emrin kësaj ne? Unë mund të kem bërë gabime, ba. Po unë nuk jam si thot ajo. Mu përgjigj drejt, edhe mos më bë lodra fjalësh. Ku jeton ti? E di ti që ne gjithçka e bëjmë vetëm për ty? Nat e ditë në punë, vetëm për ty. Edhe ti na ish problem në këtë mënyrë, duke i bërë naftën shkollës. Unë e vë kokën rrezik, pastaj duhet vë për ty. E di ti këtë. Edhe ti mash problem përsëri në këtë mënyrë. Mua më del shpirti që ti të ndjehesh sa më mirë. Edhe ti më përkëdhelesh rrugëve. Unë nuk përkëdhelem, ba. Unë nuk hyndër të përkëdhelurat. Përkundrazi, unë shkollë jam më e diskriminuara. Në do ta dish? E fundit. Si themoj? Po përsërit edhe një herë këtë të fundit, përsërit. Na qënka më e diskriminuara. Po, unë jam më e varfra. Në qoftë se do ta dish se kur s'keni pyetur për mua. Unë jam më varfanjakja. Dal nga shtëpia me 500 lekë, sa për bler një byrek me gjizë. Nuk kam lekë të blej një shishe ujë. Nuk ulem dot në lokal me shoqet e mia se nuk kam lekë për të bler një kola. Ndërkohë që shoqet e mia dalin me 5-10.000 lekë ditë për ditë në xhep. Po nuk e keni pyetur ndonjëherë veten ju si ndihem unë, ë? Si jetime ndihem. A dini ju si më shojnë shoqet mua në shkollë? Me përçmim më shojnë, ashtu siç jet vajza e një proletari. Moj vajz, e kupton se shpo thua apo jo? E kupton se shpo thua? E ti se sa me vështirësi kemi ardhur ne pikërisht në këtë moment që të bëjmë këtë jetë që po bëjmë sot? E di apo se di? E di ti që unë edhe jo tëm nuk kemi dalë për drek në lokal me vite të tëra? E di ti që ne nuk kemi bërë pushime për vite e vite me radhë? E di ti që ne nuk kemi shkuar njëherë në kinema, në teatr, pikërisht për të kursyer ato pak para, që ti të ndjehesh më mirë? Çfarë kujton kjo? Se nuk di të jetoj unë si të tjerët. Di që ç'ke me të. Di të thash, po jam i varfër. Jam i varfër edhe jam i ndershëm ama. Nuk të pëlqejnë këto fjalë? Pa dyshim nuk të pëlqejnë. Të vjen turp ty nga këto fjalë. Po më vjen turp. Sepse këto fjalë nuk kanë më kuptim. Askush nuk do më t'ia di për fjalët i varfër por i ndershëm. Askush. E dëgjoni, nuk pas ka kuptim. Nuk pas ka kuptim për të fjala i varfër apo i ndershëm. Po çfarë ka kuptim? Çfarë duhet të bëj unë? Duhet të vjedh, çfarë të bëj? I pasur nuk bësh vetëm duke vjedhur. Bëj si bëjnë tjerët. Të bëj si bëjnë të tjerët. Të bëj si bëjnë të tjerët. Kështu më the? Atëre po bëj edhe unë si bëjnë të tjerët, kur vajza i kthen fjalën babait të saj. Adrian! Mos, Adrian! Birë! Mos ma qëllo vajzën! Mos ma qëllo vajzën të tash! Më mirë më qëllo mua! Mos ma prek vajzën! Lere vajzën të qetësohet! Lere vajzën të qetësohet! Mos ma qëllo vajzën!
Mos ma prek vajzën. Mos ma prek vajzën, se kam rritur ja. Ja thelmish. Më mirë më qëllo mua. është fëmi, more birë. Vajzë ma letë mua. Mera unë vesh me të. Unë ja gjuhë nësa. Qëpër e kështu, more? Lere një morë këtë forci më njanë. Se po mbyteni me i luguj, po mbyteni. Lere një more shtruar. Po janë hallet e jetës, more birë. Hallet e rritjes. Unë more gjakrat. Dhe qëtësoni.